Frekuenca e artë, universi të dhuron bollëk dhe dashuri këtë fundjavë. Të dashur shpirtra që dëgjoni thirrjen e yje dhe imagjinoni një moment kur qielli hap një derë të artë, një portal ku frekuencat e universit bashkohen në një simfoni të pashoqe. Kjo nuk është thjesht një javë e zakonshme, është një frekuencë e artë që universi na dhuron këtë fundjavë. Më 20 shkurt, dy forca hyjnore, Venusi dhe Jupiteri, krijojnë një kënd harmonik që rrallë ndodh dhe vetëm pak ditë më parë. Sot do të zbresim thellë në secilën pikë, si eksplorues të kosmosit duke u zhytur në magjinë e tyre. Mos nxitoni, merrni frym thellë, mbyllni sytë për pak dhe lejoni që energjia të rrjedhë drejt jush. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Le të fillojmë. Pika 1. Frekuenca e artë, Venusi dhe Jupiteri në kënd harmonik. Imagjinoni dy perëndesh hyjore që vallëzojnë në qiell. Venusi, mbretëresha e dashurisë, bukuria dhe harmonisë, qëndron në Peshqit, aty ku ajo ndihet si në shtëpinë e vet qiellit, e exaltuar, e lirë të derdh dashuri pa kufi, si një lumë që derdhet në oqean pa ndalur. Ajo nuk është më e kufizuar nga rregullat toksore, ajo është ëndra vet, është dhëmshuria që shëron plagët e fshehura, është arti që lind nga shpirti. Dhe pastaj Jupiteri, mbreti i bollëkut, i zgjerimit, i besimit, në gaforje, shtëpinë e tij exaltuese, ku ai bëhet kujdestari më i madh emocional, mbrojtësi i shtëpisë shpirtërore, burimi i ushqimit emocional që nuk mbaron kurrë. Ai zgjeron atë që Venusi prek me butësi, dashuria bëhet bollëk, bukuria bëhet mirësi e pafund, dhe mshuria kthehet në dhurata që vijnë pa pritshmëri. Më 20 shkurt, këta dy benefik më të mëdhenj krijojnë një trim, këndin më harmonik, më të ëmbël të qiellit. Është si të hapet një kopsht sekret plot me trëndafila të artë, ku çdo petal është një moment lumturie. Kjo frekuencë e artë nuk është thjesht fati mirë, është një valë kozmike që pastron frikën, hap zemrën dhe fton bollëkun të hyjë pa rezistencë. Mund të ndjeni papritur një thirrje për të qenë më bujar me veten, blini atë lule për veten, shkruani një letër dashurie për shpirtin tuaj, ose thjesht uluni dhe dëgjoni një këngë që ju bën të qani nga bukuria. Kjo është koha kur dashuria nuk kërkon asgjë në këmbim, ajo thjesht është. Imagjinoni sikur universi ju përqafon dhe ju përshpërit, ti meriton gjithçka të bukur. Lejoje të vijë. Për disa, kjo do të sjellë takime shpirtërore, për të tjerë dhurata financiare të papritura, për të gjithë një ndjenjë thellë brenda se po, unë jam i dashur, unë jam i mjaftueshëm. Mos e luftoni, thjesht hapuni si një lule në diellin e ardhë. Pika 2. Mesazhi i universit për secilën shenjë, si po ju prek kjo frekuencë e ardhë dhe epoka e re. Tani, le të zbresim thellë në zemrën e qiellit dhe të shohim si kjo valë kozmike, ky takimi i rrallë i Venusit dhe Jupiterit, ky fillim i epokës së re me Saturnin dhe Neptunin në zero dash, po derdhet mbi secilin element të zodiakut. Imagjinoni një dritë të artë që bie si shi i butë mbi tokë, por secili element e thith ndryshe, uji e pime dhe mshuri, toka e shndërron në thesare, zjarri e ndes si flakë e re, ajri e shpërndan si erë frymëzimi. Le të shkojmë grup pas grupi, shenje pas shenje, sikur universi po ju flet personalisht. Shenjat e ujit, gaforja, akrepi, peshqit, oqeani juaj po fryhet me bollëk emocional. Ju jeni në shtëpinë tuaj kozmike tani, uji juaj po takon ujin hyjnor të Venusit në Peshqit dhe Jupiterit në gaforje. Imagjinoni një det të qetë që papritur fillon të valëzojë me dritë të artë, valët nuk të trembin, ato të përqafojnë. Bollëku emocional derdhet si një lumë i ngrohtë që mbush çdo cep të zemrës suaj të lodhur. Besimi te vetja rritet si baticat që forcohen pas hënës së plot, ju ndjeni papritur se, po, unë jam i denjë, unë jam i mjaftueshëm, unë meritoj të dua dhe të dua pa frikë. Për gaforjen, shtëpia juaj shpirtërore dhe fizike bëhet një fortesë e dashurisë, mund të merrni thirrje nga familja, dhurata emocionale, ose thjesht një ndjenjë sigurie që nuk e keni ndier prej vitesh. Për akrepin, thellësitë tuaja të fshehura po shërohen, sekretet të vjetra dalin në dritë jo për të lënduar, por për të liruar. Dashuria bëhet intensive, por e ëmbël, intimiteti bëhet shërim. Për peshqit, ju jeni në elementin tuaj suprem, ëndrat tuaja po marrin formë si dhurata nga universi.
Mund të merrni para të papritura, mbështetje nga njerëz që as nuk i prisnit, ose thjesht një val paqeje që ju bën të qani nga lumturia. Këshill për ju të ujit, uluni pranë ujit, ose imagjinoni një liqen, mbyllni sytë dhe thoni, unë pranoj bollokun emocional që më takon. Lëreni lotët të rrjedhin nëse vinë, ata janë pastrues. Shenjat e tokës, Demi, Virgjëresha, Bricjapi. Toka juaj po lulëzon me dyrë të reja. Ju që jeni praktik, të qëndrueshëm, tani po merrni dhuratën e komunikimit magjik. Fjalët tuaja nuk janë më thjesht fjalë, ato janë çelësa që hapin porta. Imagjinoni një kopsht të vjetër që papritur mbush me lule të reja, partneritetet tuaja, dashurie, biznes, miqësi, fillojnë të lulëzojnë sikur më parë. Shoqëria juaj bëhet udhë drejt suksesit, një bisedë e rastësishme mund të kthehet në mundësi pune, një mesazh në marrëveshje të madhe. Për Demin, vlerat tuaja personale po rriten, mund të merrni dhurata materiale ose vlerësim që ju bën të ndiheni të sigurt financiar dhe emocional. Për Virgjëreshën, detajet tuaja perfeksioniste tani shndërrohen në bukuri, njerëzit ju dëgjojnë, ju vlerësojnë dhe ju hapni dyrë të reja në shërbim, shëndet ose krijimtari. Për Bricjapin, ambiciet tuaja marrin mbështetje kozmike, autoriteti juaj rritet, mund të merrni promovim, respekt ose thjesht një ndjenje se po, unë jam në rrugën e duhur. Këshill për ju të tokës, merrni një gur ose një copë tokë në dorë dhe thoni, unë jam i hapur për lidhjet që më sillin bollë. Pastaj dëgjoni, universi po ju flet përmes njerëzve rreth jush. Shenjat e zjarrit, Dashi, Luani, Shigjetari. Zjarri juaj po rilin si Feniks. Transformimi thellë në identitet, ju po digjeni dhe rilinni. Imagjinoni një Feniks që digjet në flakët e vjetra dhe del më i shkëlqyer se kurrë. Shtëpia juaj shpirtërore dhe fizike pastrohet nga energjitë e vjetra, borxhet emocionale ose financiare zgjidhen si me magji, problemet e vjetra shpërndahen si hi. Ju po merrni forcë për të qenë vetvetja pa maska. Për Dashin, ju jeni në shtëpinë tuaj, identiteti juaj po forcohet, ju ndjeni thirrje për të nisur diçka të re, për të marrë hapin e guximshëm që prisnin. Për Luanin, kreativiteti dhe vetë shpreja juaj ndizet, ju merrni vëmendje, dashuri apo zgjidhje për çështje familjare që ju kanë penguar. Për Shigjetarin, aventurat tuaja marrin kuptim të ri, udhëtimet fizike ose shpirtërore sjellin zgjidhje, bollëk dhe një ndjenjë lirie të madhe. Këshill për ju të zjarrit, ndisni një qiri ose imagjinoni një flak dhe thoni, unë rilin nga hiri i vjetër, jam gati për identitetin tim të vërtetë. Lëreni zjarrin të djegë frikën. Shenjat e ajrit, binjakët, peshorja, ujitësi, era juaj po fryn drejt suksesit. Karriera dhe qëllimet tuaja profesionale ndisen si erë e favorshme. Imagjinoni një erë që fryn fort pas shpine, suksesi vjen si val, rritje page, vlerësim nga shefi ose klientët, mundësi që tregojnë se aftësitë tuaja janë të çmuara. Mendja juaj gjen frymëzim të ri për të krijuar, për të komunikuar, për të lidhur pika që më parë dukeshin të pamundura. Për binjakët, fjalët dhe idetë tuaja fluturojnë, mund të merrni oferta pune, projekte kreative ose thjesht një ndjenjë se zëri juaj dëgjohet. Për peshoren, marrëdhëniet tuaja profesionale dhe personale harmonizohen, partnerët ju mbështesin, bukurinë tuaj e vlerësojnë dhe ju merrni balancë të re. Për ujitesin, inovacionet tuaja po shpërblehen, grupet, rrjetet, shoqëria juaj ju ngren lart, mund të merrni njohje për idetë tuaja unike. Këshill për ju të ajrit, hapni dritaren ose imagjinoni erën dhe thoni, unë jam gati për suksesin që më vjen lehtë dhe me hir. Merrni frymë thellë, era po ju çon drejt yjeve. Ky është mesazhi i universit për ju sot, secili element po merr dhuratën e vet, por të gjithë jemi të lidhur në këtë frekuencë të ardhë. Mos harroni, ju nuk jeni duke pritur fatin, fati mirë po ju gjen sepse ju keni punuar, keni vuajtur dhe tani jeni gati të pranoni. Pika 3. Këshilla me rëndësi, Merkuri duket sikur lëviz mbrapsht në qiell. Por kujdes, dashur shpirt, Merkuri po përgatitet të hyjë në periudhën kur planeti duket sikur lëviz mbrapsht në qiell. Më 20 shkurt. Është si një val që vjen pas stuhis, dhuratat e fundjavës janë reale, por kuptimi i plot i tyre mund të vijë vetëm nga mesi i Marsit.
Mos nxitoni të firmosni kontrata, të merrni vendime të mëdha, të blini gjëra të shtrenjta pa menduar 2 herë. Kjo është koha për të pranuar, për të ndjerë, për të falënderuar, por jo për të vepruar impulsivisht. Lëreni energjinë të qetësohet si një liçen pas shiu. Pastaj, kur dielli të shfaqet sërish, do të shihni qartë rrugën. Përfundim. Universi nuk po ju ndëshkon, çdo lot, çdo vështirësi, çdo natë pa gjumë ishte përgatitje për këtë moment. Fundjava ju fton të ndaloni luftën, të hapni duart dhe të thoni: po, unë pranoj. Lejojeni frekuencën e artë të derdhet brenda jush. Ju nuk jeni vetëm, yjet po festojnë me ju. Faleminderit që ishit këtu. Nëse kjo ju preku, ndajeni me dikë që ka nevojë për këtë drejtë. Ne u takofshim sërish në të njëjtin qiell. Ju përshëndes.